Një këshill prej Muhamedit alayhi salam për gratë, ka thonë Muhamedi alayhi salam: o ju gra, jepni sadaka, lëmosh, edhe shtane istighfarin, kërkim faljen, se e kom pa që shumica e banorëve të xhehenem janë gra. Por me ta lehtësuaj motër, po ta kallzoj qëta, ka thonë Muhamedi alayhi salam, prej të parve që kanë me hyrë në zjarr xhehenem është imami i cili ka punu me dyftërsi, ka lexu Kur'an, ka mësu, mirë po ka punu me dyftërsi. Këta po ta kallzoj për mu u solidarizu me ty, me të kallzu që edhe në qofë se hadithi flet për mua, nuk ban me e kuptu që one jam gjithqysh i keq. Ka mundësi me kanë që dikush pe imama është i mirë, ka mundësi me kanë që dikush është i keq, ka mundësi që dikush prej grave me kanë shumë muslimane mirë, ka mundësi me kanë Allah në rujt prej banorëve xhehenem, qysh ka mundësi prej burrave. Ama ka thonë Muhamedi alayhi salam, shumica e banorëve xhehenem gra. Kështu që shtohe sadakan edhe shtohe istighfarin. E mos të mashtron shejtani me thonë qysh pse, jo. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, bane kështu. Kjo është më hajër për ty. Prej dyrëve të para shejtanit kjo është kur të shtin ato vezveset pse veç gratë. Ka thonë Muhamedi alayhi salam edhe vepro kështu. Unë ta kallzova një hadith vetëm për me kuptu që ka hadithe që flet për burra, ka hadithe që flet për imama, ka hadithe. Kështu që ky hadith ka folë për ty, ti merre për ty edhe jep sadaka sa të mojsh, edhe shtohe istighfarin. Allahu azza wa jalla ju rujt.